Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim Florian dhe Shkëlqim Dukajin, të dy të akuzuar për veprën penale, vrasje me paramendim, kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje në lidhje me ekzekutimin e biznesmenit Eduard Reçi në 13 nëntor 2024 në Tiranë. Nga aktet hetimore rezulton se ngjarja u motivua nga një konflikt i hershëm për pronën. Viktima, Eduard Reçi, prej vitesh kishte ndërtuar 2 pallate dhe një vilë në kryeqytet, ndërsa kishte vënë në përdorim të gjitha njësitë duke i dhënë me qira, por marrëdhëniet e tij me vëllezërit Dukaj ishin pasi këta të fundit kishin zaptuar një pjesë të tokës pa leje, ku më pas kishin ngritur një lokal ngjitur me pronën e Reçit. Sipas prokurorisë, biznesmeni kishte tentuar ta zgjidhte çështjen në mënyrë paqësore dhe u kishte kërkuar vëllezërve që ta lironin sipërfaqen, duke u sugjeruar madje ndërtimin e një pallati të përbashkët, por Shkëlqim Dukaj, i cili mbante pozicionin e oficerit të policisë, dyshonte se Reçi mund të ndiqte më vonë rrugën ligjore për t'u marrë pronën dhe për këtë arsye, së bashku me të vëllan, ka planifikuar eliminimin e tij. Hetimet tregojnë se Shkëlqim Dukaj ishte përgatitur paraprakisht për kryerjen e krimit, ishte trajnuar në poligon, kishte kryer qitje intensive dhe kishte siguruar armën e llojit sniper. Ai zgjodhi ta kryente vrasjen natën, në momentin kur Reçi dilte rregullisht për të pastruar ambientet e jashtme të lokalit të tij. Autorët kishin studiuar çdo detaj të lëvizjeve të viktimës dhe kishin zgjedhur një pozicion të largët dhe të fshehur, nga ku kishin pamje të qartë të oborrit. Sipas dosjes, krimi u inskenua me qëllim shmangje në çdo përgjegjësie penale, me planifikim të kujdesshëm të mënyrës së ekzekutimit dhe largimit. Dosja tashmë i është kaluar gjykatës, ku dy vëllezërit Dukaj do të përballen me akuzën për një nga vrasjet më të planifikuara të viteve të fundit në kryeqytet.